Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme gjithashtu me shku në zgjedhje. Unë mendoj që çosja ka qenë me fol në standarde, në parime pa emrat përvetshëm. Pra nuk është që është përmend dikush i përvetshëm, kem thonë që venit i bën erë, edhe Partia Demokratike e Kosovës e mbështet dikën që nuk e përfaqëson veç një parti politike, nuk e përfaqëson veç pozitën ose veç opozitën, po dikën që përfaqëson edhe opozitën, po edhe qytetarët që realisht nuk e votojnë presidentin direkt, dikush që ka reputacion e integritet edhe vendor edhe ndërkombëtar, dikush që ka kontribute e është intelektual që i bën nder edhe shtetit Kosovës, po edhe qytetarëve të Kosovës, vazhdojna me mbet brenda këtyre qëndrimeve, kuptim të asoj që me diskutu në parem edhe në standard se kush do duhet të plotësonte këto atribute për të qenë president i vendit, ende nuk është faza që kem fol në emrat përvetshëm, nuk kem fol asdje, nuk po flosëm as sot, po mendoj që vullneti i Partisë Demokratike të Kosovës është që me kontribu në interes të institucioneve të vendit dhe shoqërisë, po nëse nuk ka me mujt me u gjind dikush, nëse nuk ka me pas disponim prej forcës kryesore politike, Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme gjithashtu me shku në zgjedhje.